Rinia shqiptare ka qenë gjithmonë zemra e rezistencës, forca që ka ushqyer shpresën dhe ka mbajtur gjallë frymën e lirisë. Në çdo epokë, në çdo thirrje të atë dheut, të rinjt shqiptar nuk kanë hezituar të sakrifikojnë ëndrat e tyre për ëndrën e madhe, një Shqipëri të lirë dhe të bashkuar. Me guxim dhe idealizëm, ata kanë qenë krahu i pathyeshëm i historisë, duke dëshmuar se dashuria për atë dheun nuk shuhet, por rritet me sakrificën dhe përkushtimin brez pas brezi. Afrim Selmanaj u lind më 3 maj të vitit 1973 në fshatin Savrov, në komunën e Therandës. Ai u rrit mes tregimeve për trimëri, këngëve që nderonin të rënët dhe ëndrave për një Kosovë të lirë. Afrimi e kreu shkollimin fillor 4 vjeçar në fshatin Savrov, ndërsa më pas për shkak të maltretimeve të vazhdueshme nga policia e asaj kohe, familja e tij u shpërngul në shtime. Në vitin 1981, Afrimi vazhdoi shkollimin në shkollën fillore e Minduraku në Shtime, duke filluar nga klasa e 5. Gjatë kohës në shkollë, ai shprehu një interes të veçantë për lëndën e historisë. I admironte personalitetet kombëtare si Isa Boletini, Bajram Curri, Hasan Prishtina, Azemi Shote Galica, Tahir Meha, Rambllaca e të tjerë. Familja Afrim Selmane, unë e kam njoftë në më herë, ka qenë një familje patriotike, një familje që ka unë kontribut shmum për lirinë e këtij vendit në çdo etapë, si në protesta, demonstrata që në bojt, familja dhe dashurinë ka pas në fillet e saj, në rrojt e saj, nga komplet familja Savrova, se ata jenë koni njoftë, shtimja ka qenë vogël, ne kemi njoftë. Kur në gjithë Kosovën organizoheshin demonstrata për të drejta, liri dhe barazi me popujt tjerë të ish Jugosllavisë, edhe në Shtime rinia liridashëse organizoi një demonstrat, pjesë e së cilës ishte edhe Afrimi. Ai kishte shkruar dhe mbante në duart e tij parullën Republik, Kushtetut, jam me hatër, jam me luftë. Afrimi erë puna të dikon vitin 94-95, me ikë, pa guxu me arë në familje. Me shku për jezerc, pa i tregu kërkujna pos neve 2 vllazninjve më të vogjël që ishme unë atë ku isha dikon 12 vjetë, 13 vjetë. Na kemi pas çdo të premte. Mas 12 vetë natës bastisje në shtëpi. Qarqin forcat paramilitar, policë. Edhe të rrekit tonë ato. Disa edhe i kemi njofë se na kemi jetu në vend. Qarqin me bo bastisje me kërku Afrimi. Kaloj një kohë kur ata nuk e kanë kërsy kërkan, shajshin, na hishin në për dhoma, ashtu ku ishmi fjetë. Prindi faktikisht që gjithmonë në barë. Dhe ju thojke që mos heni se nuk është. Janë vetëm fëmija, janë gjumë. Po ata prape bëjnshin atë vetën, hënjshin në për dhoma që ashtu. Slanshin as me kallë dritë, vetëm e bataria, ato batarijat e veta. Kur dalshin ato i thëshin, na kena me ta gjitë, kena me zonë gjallë, kena me ta zonë, edhe kena me pjekë kur ta zojna, kena me thirë me tregu. Atë qëllim ata sune arretën me kap gjallë kur. Pas keq trajtimeve që forcat policore serbe i bënin familjarëve të tij, Afrimi detyrohet të largohet nga Kosova. Gjatë viteve 1996-1997, Afrimi punoi në Itali, ku njoftua me shumë adhëtar e luftëtar të shquar. Gjatë shëndrimit të tij në Mërgim, ai mori pjesë aktive në demonstrata dhe protesta që organizoheshin për çështjen e Kosovës.
momentin që filloi lufta në Drënic që nuk e di çmi edhe sa është e vërtet, për shkak që ka pas shumë dezinformata, mund qenë dore e zezë, mund qenë paramilitar, derisa morë vesh që ka disa djemë që janë armatos për mi dalë sot venit, për me mbrojt Pragun faktikisht, si që dim gjithë që ka qenë puna e popullit tonë. Ato, baba gjithmonë e thojke, kur u zumë këtë biseda diçka në familje, ato gjithmonë e thojke që bëni u dhez diçka, do t'jam unë ato. Edhe faktikisht baba ka pas qef gjithmonë tjetë. Qysh kur ja ka nisë punës të furnizimit, miniherë të fillimit, luftës, mi u qu naftë ushtrisë tonë atje. Duke parë gjendjen e rëndë në të cilën ndodhej Kosova, masakrat e përgjakshme që regjimi fashist serb po i kryente ndaj civilëve të pafajshëm, afrimi me zemër të përvluar nga dhuna që po shite çdo ditë ndaj popullit të tij dhe me shpirtin plot dashuri për atë, mori vendimin që t'i bashkohej ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Për afrimin ishte koha të merrte armën, për të shliruar tokën e lindjes dhe për të siguruar se brezat e arshëm do të jetonin të lirë. Kur mori vendimin, më tha basta mos ma prish, nuk ta kom prish kur dhe i sot edhe sot s'du ma prish. Thash për haj koftë. Çfarë vendimi bas? Tha ku mor vendim, tha mu bashkan gjitë luftët që kësë. Thash mirë shumë po je i ri, thash po shkojon në vend tonë se një ditë sene. Jo basta ti nuk mundesh me shku në luftë se ti dush minimum familjes, unë nuk mëj minimum familjes. Ish pa dokumenta. I pa dërzu dokumentat, po si ka marrë hala. Edhe imi dalë të nesit me këta shokë që janë kanë bashkë me afrimin, 4 vetë. Unë ja u kom bli me tesha me komplet shkavin për uniform, të ushtarake, për posë armëve ju, se armës janë nuk janë leju. Sheripi me vllahun e vetë, Florim Selmanaj. Këta leje që na kanë frymëzu, hala ma tepër, na kanë dhënë një mbështetje morale dhe shpirtërore për drejt rrugtimit tonë që na veç kishëm vendosë bashkë me afrimin që t'jemi pjesë e luftës çlirimtare, t'i bashkangjitëm me shokëve tanë, cilët edhe ishëm në kontakt me ta, ndërkohë na tregojshin ngjarje shumë dhënshme, cilat përjetojshin populli jonë, vendi jonë. Kështu që çdo ditë neve na ma tepër na shtyke aja që na deshtëm duhet jemi edhe na pjesë e kësaj luftës çlirimtare. Të paktën ta japëm ato që na duhet dhe ajo me të vërtetë ka pas nevojë për secilin prej nesh. Kontaktet me afrimin kam qenë spital, kontaktet e para që na kanë thirrë për Italiës, me afrimin me Haredin dhe me Basrien, kanë qenë kur ata më kanë thirrë për gjendjen time në spitalin e ushtarak dhe më kanë njoftu që dojnë me ardhë dhe ata me hinë luftë. Po unë e kom sugjeru që mos vini njëherë, se kanë mundësi me kontribu në mënyra tjera. Kemi qenë shumë kur e kemi përcjell, shumë shokë, dikun 30-40 me siguri, po se nuk mëj me përcaktu numrin, po kemi qenë shumë shokë. Të mete të shokëve tina e të shokëve tjere, ma shkur mi kanë shumë vetë. Rasti veçantë për vllahun, masi i kena thonë rruga marë, edhe kuptohet me lot për sy, ka hypë tren, masi ka hypë tren, ka zhdy për trenin, ka marrë mërë edhe njëra, më ka thonë bas, e dim ku jem të shku. Nga porti i barit në Italinë Jugore, Afrim Selmanaj, Basri Seferi, Haradin Ahmeti, Zaim Rama dhe 10 të tjerë nisën me vendosmëri rrugën e kthimit për në Shqipëri, me qëllim që t'i bashkoheshin ushtrisë qeverimtare të Kosovës dhe të merrin pjesë aktive në luftën për çlirim.
Afrimi nxur disa dokumentat veta personale prej xhepit. Edhe i morë një moment edhe u gërmut shtu edhe pishkuq dokumentat. Ato dokumentat ishin le qëndrimin që i kishte ai të Italisë dhe punësimit që ishte në Itali. I morë dhe i shkuqi. Dhe në atë moment unë ja qita dorën thash çka i ka bërë në shoq. Pse? Thash për çdo rast thash duhet dokumenti. Ja nisi po kesh edhe tha, mërë shoq tha. Tha 3 sene, tha jam të kujtu, tha, në këtë moment. Tha une jam të shku, tha, për luft, jo ndarësëm. Atje, tha, ka mundësi që unë do vritem. Tha nuk më duhen sen këtë dokumenta. Po jam të menu, tha, dhe tjetërën. Tha, ka mundësi, tha, dhe do plagosna. Dhe mundë me met i palëveshëm. Prap, tha, nuk më duhen të dokumenta. Po kam edhe një bindje tjetër, tha. Dhash Zoti, tha, që të kryet lufta në Kosovë, tha. Aq mirë, tha, ka mu bo, tha, në vendin tonë. Çdo shqiptar, tha, që është në për vendet dë botës, do të kthehet ta prapë në vendin e vet. Do të punoj, veproj, qëndroj, jetoj në vendin e vet. Ta djem ishin arë për Italie, kishin lanë një jetë luksoze atje, për t'ju bashkangjitur Ushtrisë Qendrore të Kosovës, ka uzës të madhe për liri, erdhen, sa që nuk ju pritke, dëshin qatë ditë me ikë, qatë natë me ikë për veri për kufi për me Kosovën, po na insistum që ata të pushojnë i ditë të se ishin të lodhën shumë, se këshin otu me anije, edhe në angun ata, uratum, pushum na. Ato kemi qëndru, atë natë, jemi shmalë me të gjithë ata bashkëluftarë. Të na tregu shumë momente të nëmshme të luftës në Kosovë, cilët kishin përjetu vetë ata, betejave ndryshme, pritave ndryshme. Ata shumë e ma shumë na frymëzojshin me bisedat e tyre që me të vërtet Kosova ka nevojë për secilin. Po edhe prej neve kish nevojë shumë. Pas sulmit të 9 prillit në Karakollin e Kosharës, ishte një numër i vogël i ushtarëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës që morën pjesë në thyrjen e kufirit. Dhe më pastaj forcat serbe filluan një reorganizim dhe dërguan njësitë të më elite që kishte në atë kohë ushtria ishte Jugoslave dhe serbe. Dhe normal që shtrohej edhe nevoja për ushtar në vit të frontit. Në ndërkohë shtabi i përgjithshëm kishte shpall një mobilizim të përgjithshëm dhe ku pjesa dërmuese e ushtarëve që morën pjesë në frontin e Kosharës ishin të ardhur nga diaspora, nga mergimi. Në këtë rast, ne kishim ushtarë vullnetarë që erdhen nga Italia, kishte nga Belgjika, nga Gjermania, Zvicra, që vinin në mënyrë të organizuar gjerin e qendrat servitore që ishin në atë kohë në Shqipëri, që ishte Vlana, Kruma dhe kishte shumë qendrat e tjera. Pas qëndrimit një ditor në Tiranë, Afrimi së bashku me shokët e tij u nisën për në Vlanë, ku do të merrnin pjesë në stërvitje ushtarake përpara se të dërgoheshin në front. Për Afrimin, ditët në Vlanë ishin të gjata dhe të mundimshme. Ai nuk mund të priste edhe një orë më shumë, duke dëshiruar me çdo çast që të nisej sa më shpejt drejt istikameve për të luftuar për lirinë e Kosovës. Në Krumin anol me bon një pushim, ka pos njerës shumë që kanë orë për Kosovës e refugjat, dorë të kënena i në takun në rrugë. Afrimi që ashtë konë shpirt mirë edhe konë njëri i fjollës, i bezës, nuk po di që është me përshku njëri matë mirë s'ka posë edhe konë humanist, i kena po do thmit vogël familjar, ka shku me një në market, që tu konë një market në ofër, ju ka blej senet, shka mës, a i familjari ja bone Afrimit, tha, a ko mund si për burë, tha adresën, tha nuk vynë adresë e em, një ka gju një 200-300 euro me zërë, tha ty s'vynë adresë e em, tha ezin, tha inë tu shku për front,
Inshallah takohemi në Kosovën e Lirë. Ushtru nevoja dhe për ma shumë ushtarë për vitë e frontit. Kështu që filluam edhe ne të rritën batalionet. Ishin në atë kohë funksiononin 3 batalionet, ndërkohë formu edhe batalioni 4, ku unë isha pjesë e atij batalioni. Në konsultim me shtabin e brigadës, më desh të shkoj për të marrë me tërheq ushtarët që kishin dalë në qendra servitore ku ushtroheshin. Dhe normal aty takuam edhe grupin që kishte ka ardhur nga Milano. Ne ato ishim ushtarë që kanë ardhur nga Milano e Italisë. Detyra e jonë ishte që nga qendra servitori, në mënyrë të organizuar të binin deri në Papaj ose në Karakollin e Kosharës. Kur arritëm Koshare, ishëm vërtet të latë. Ishtë bukur një rrugë e gjatë me ecë. Në kam. Edhe shku me pushu. Ishte një shpi, megjithëse në atë kohë, ne nuk e dishëm se kujt ishte aja shpi. Ishte fillimi jonë i luftës. Unë njëherë pranë në buzë kufinit Kosovës dhe Shqipërisë. Ra me përshu se ishëm të latë. Dhe për në e banë, komandanti pranë Marashi tha sonë të tha djema, tha përshani nesër, tha jeni tha. Pranë. Dilni tha, mirë tha. Përshushëm. Atë natë ka pas granatime. Prej armikut e serve, ka pas granatime drejt shtëpisë ku ishëm na tu pushu. Në ato momente e ka rrok një qasht shtëpisë, granatat e serve. E ka rrok një qasht shtëpisë. Edhe një prej komandantëve, që unë dhe ushtarë, tha beshe tha që dëmë ju mvitha edhe me granata. Dhe ishëm atë natë që më rënëm. Edhe jemi qu. Në atë momente jemi qu dhe jemi dalë krejt për jashta, si cilin me armatimin e vetë. Edhe jemi shku drejt kazermës në Kosharë. Ka qenë një organizim i mirë, një funksionim i mirë, një koordinim i mirë në mes të strukturës komanduese të brigadës, se thash kanë funksionu 4 batalione, pastaj ishin njësit në vartë se kishte njësit i artillerisë, ishte kundër aerot, ishin gjitha logjistika, një krenari e veçantë, ishte shërbim mjekësor, i cili i arriti që një gjërësi gati 14 km të veprojnë të gjitha pikat. Unë me afrimin, me dëshmurin, e na qenë bashkë në pikë me Michel Spa, snajperës Gjerman, edhe na dollë në për pika. Tu shku ka vrejtoret, rrugës i na nollë, u konë mas dite shi një farë shevijim si në mjegëll, edhe na nollë me bo një farë pauze. Kër na nollë aty me bo pauze, kina dhejz një zjam, se u konë ftëft, e kina dhejz zjormen, s'ka shku 5 minuta, 7 minuta, bashkë që të zjorme, kanë granatu shkit, se në kanë diktu, se në konë shumë ofër. Po, prej ati momentit, nuk im taku, as me afrimin, as me Haredinin, nuk kemi pas ma pushime. Pushimi jonë ishte vetëm tytat e pushkës, me qitë kryte me pushu pak i mshirësit legjësore. A ishte pushimi jonë. Pushim tjetër nuk kemi pas. Kena shku drejtën vrejturet. Te vrejturet i kena zonë si cile pikat. Unë jem konë me afrimin shtu që. Afrimi u konë më naltë, unë jem konë më poshtë dhe në konë kështu në pozicion. Atë natë, jena konë të rrëthekun për shkive dhe për përmosmit. Edhe në kanë gju me laj ormë. Qatë nata, jam shumë i sigur që me plumat Kalashnikovit ma kanë djek shpinën mu. Qata pluma kanë kalu, bile kam edhe këmishën edhe maisin e kam me vejti. Ma kanë djek shpinën mu, kanë doli kanë një frimit e kanë rrëk ma thellë. Non stop ma bajka e mu carë të qushje dhe kese, s'un ka thina më në këtër, dhe këtë të qushje dhe kese une mirja. A i veç plok të rona shumë edhe
Mas 4-5 minuta ka dhënë jetë. Dhe normal që një luftim ka që i ashpër, një sulm ka që i madh i forcave serbes, pastaj thash për sollën njësitit me elite që i kishte atë kohë Jugoslavia, normal që ishte edhe pasoja. Një kampanje dokumentar të forcave të televizionit serb ku një ushtar që kishte paguar në Mina Hels, thotë që për 67 ditë mbi 20.000 predha i kishte huar pozicionet tona vetëm Mina Helsi tyne, duke mos llogarit predhat e tjera. Dhe normal që në këto raste ndodhin, edhe duhet të vriten edhe hyjnë në përjetësi dëshmor, po saqërisht është i veçantë ata që kanë lanë luksin, kanë lanë jetën, të cilën kanë mujtë me vazhdu dhe me kontribu në mënyra të ndryshme, sepse lufta përveç plumit ka dhe obligime tjera dhe detyra tjera. Këta grup kanë ardhur sepse janë prek me masakrat që kanë ndodhur në Kosovë, me përjetimet, duke i përjetuar në për televizore, normal që nuk ka mujt kushtin ndaloj. Dhe kanë qenë aq të guximshëm, edhe aq me elan, aq shpreshin një trimëri, saqë ndonjëherë edhe turpërohesh vetë sepse të shohësh zot, ne e dim çka është kjo lufta, edhe ata nuk hezitojshin më futa edhe në vit forte. Më 11 prill 1999, Afrim Selmana ju përjetësua në altarin e lirisë. Ai ra heroikisht në luftën për çlirimin e atë dheut. Trupin e tij e varrosën me nderime ushtarake në Bajramcur. Pas rënjes, për shkak të dokumenteve që i kishte në xhep, ai u identifikua gabimisht me emrin e shokut të tij, Zaim Rama. Lajmin për Zaimin e morëm pas përfundimit të aksionit që e kishmi në atë ditë, në prill, diku me një fshat Muhlanit të komunës Varegës. Kishmi në bunker me disa shokë dhe e kishmi një mjet radios, për di që më të thonë ato. Edhe ato tregojke për gjitha zonat çka po ndodh për këta raporterët e luftës që qoshin informacione. Edhe atu e jep lajmin që në rast koshare bien dëshmor 11 persona. Ndërta edhe e përmend Zaim Rama. Zaim Rama një mik i joni. Ato e njofta emrin e tij në nisa t'ju tregoj shokëve se si ka ardhur puna me dalë Zaim Rama në ngërbet minimum familjes. Edhe i ri, për shkak që Zaimin e kam edhe gjenerat. Bile një shok atë më thotë, u ditë që nuk po vjen ndarësëm. Është këthy Haradini, është ardhi plagosën, edhe Haradina Meda neve ne ka komentu lajmën për ramjen e dëshmorit Afrim Selmana, gjatë që na ka prek shpirtënisht ramja atina në altarin e lirisë, si një djalë i ri që kish vullnet madh për luftën dhe për lirinë e Kosovës, e pritëm me dhimbje të thellë, e pritëm ata thonë drejtën, shumë gjithë shokët ku pikthu. Lajmin e ku marrë për Izri Mosleut, familjes Mosleut nga Belinci, kanë thirrë, kanë thonë bano i fort, bas vllau na ka rënë luftë. Ata kanë thonë vllau na ka rënë luftë, ka qenë vllau jemi edhe vllau i tyni. Me që i këmë thonë, o dita ajo rrugë, e ku marrë me mlef, mirë po edhe me krenari, kanë qenë dytë përbashkë këta. Kështu që ramja e Afrimit edhe sot neve na ka dhënë shumë motiv se për çka na sot tjetojmë dhe punojmë. Pse gjaku i tij dhe është gjaku i shumë bashkëluftarëve. I bashkëluftarëve, sot ne e kemi liri dhe e gëzojmë. Liria që sot e gëzojmë është veç dëshmori, e cili e paguajti çmimin mas trajt për këtë vend. Me 23 korrik 1999, trupi i Afrim Selmanajt rivarroset me nderime në varrezat e dëshmorëve të kombit në Koshare. Familja Selmanaj
luftës për liri dha edhe martirët, Nebi dhe Shyqerie Bajraj, të vrarë në Savrov të Therandës. Me të përfundu lufta, mora vesh që unë i kam edhe dy vllazën, dhe dy vllazën me kanë qenë pjesë e ushtrisë, plotësh. Albenin, cilin e kisha lanë në shtëpi, kish shku në zonë në Rëdimës, pikërisht në Rancë, me disa të afërm tonë ato. Afrimi i sharë prej Italie, me dhaj me disa shokë vetë, e ju kish bashku zonës Tugagjinit, pikërisht Kosharës. Atë ditë mora vesh që afrimi ka ra dëshmor, për cilin edhe një jem shumë krenar. Momenti më i vështirë jetës tem, kur jam kthy në Itali. Kur jam kthy në Itali, para se më rrinë të banesa, ka thirrë vllai i vogël, ka thonë kena mosafer Sherifin edhe Florimin, vllaznin e dëshmorit. Të aty ku nuk zëri tash, që s'kam dek edhe. Nuk kisha... Nuk disha qysh me përshkru në gjorin. Shka me thonë se na përcellën qysh o mas mirë të ata vllaznia e dëshmorit e vllaznia, me unë i kom posë dhe vllaznia të na kam përcellë qysh është mas mirë të tash mu kthy pa një shok, mu kthy në Itali, është mu kthy s'ku pa një familjo. Më nga i ke sigur me konë pjesë e familjes, ishte dëshmori afrimi. Jeta ka qenë e tillë, lufta, sakrifica, për atë dhe. Afrimi e kalon pas prindrit e tij, Bislim dhe Kumrije Ugzmaili, Selmanaj, si dhe vëllezërit e motrat, Sherifin, Hajrin, Florimin, Bashkimin, Selvien, Nakien, Arbenin dhe Arsimin, të cilët ndihen krenar për sakrificën dhe heroizmin e tij si dëshmor i kombit. Pas rënjes, Afrim Selmanaj dekorohet me medalje të artë nga shtabi përgjithshëm i trupave mbrojtëse të Kosovës, zona e 6, pastaj nga Qeveria e Përkohshme e Kosovës, Ministria e Mbrojtjes. Në muzeun e Komunës së Shtimës ruhen relikte të dëshmorit si ora e dorës, kuleta dhe një pako me cigare. Në vitin 2004, një rrugë është emërtuar me emrin e dëshmorit Afrim Selmanaj, e po aty është vendosur edhe lapidari. Ndërkaq në vitin 2011, familja vendos që trupin e tij ta rivarrosin në varreset e dëshmorëve në shtime. Në vitin 2019, nga presidenti Hashim Thaçi, dekorohet me urdhrin Heroi i Kosovës për trimëri dhe sakrificë për lirinë e Kosovës. Historia e Afrim Selmanajt do të mbetet një inspirim për brezat e rinj të Kosovës për gjeneratat e ardhshme, dhe ky dëshmor do të kujtohet për gjithmonë në zemrat e popullit ton. Ky emër është trashëguar me krenarin nga djali i Bashkimit, që e mban me nderim të veçantë kujtimin e tij.